Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë ka miratuar planin e inspektimeve në gjykata dhe prokurori për vitin 2026, gjatë mbledhjes së përgjithshme të inspektorëve, më 30 janar 2026. Ky plan synon të masë eficiencën e sistemit të drejtësisë në vend, duke monitoruar jo vetëm punën e gjykatave dhe prokurorive, por edhe zbatimin e rekomandimeve të inspektimeve të mëparshme. Ky vit shënon veçori të veçantë, me 2 inspektime tematike të posaçme që do të fokusohen në ndjekjen e rekomandimeve të inspektimeve të mëparshme. Përveç tyre, 8 inspektime tematike dhe 1 inspektim institucional do të realizohen për të adresuar shqetësimet më të shpeshta të qytetarëve dhe institucioneve, të evidentuara gjatë vitit 2025, si vendimarrjet e padrejta, zvarritja e gjykimeve, vonesat në dorëzimin e vendimeve gjyqësore, trajtimi i kallëzimeve ndaj punonjësve të policisë dhe burgjeve për keq trajtim dhe respektimi i afateve të paraburgimit. Mes inspektimeve kryesore tematike janë shpallja dhe arsyetimi i vendimeve gjyqësore në gjykatën e shkallës së parë Korç, kohëzgjatja e proceseve civile në gjykatën e shkallës së parë Elbasan, respektimi i afateve të paraburgjimit gjatë hetimeve në prokurorinë pranë gjykatës së shkallës së parë Tiranë, ndarja e çështjeve me short dhe kontrolli i raporteve të sistemit elektronik në gjykatat e Gjirokastrës, Lezhës dhe Vlorës, si dhe praktika dhe shkaqet e zëvendësimit të prokurorëve në të gjitha zyrat e prokurorive. Inspektimi institucional për vitin 2026 përfshin mbikëqyrjen e infrastrukturës dhe qarkullimit të dokumentacionit në gjykatën e apelit, ndërsa 2 inspektime vijues tematike do të ndjekin zbatimin e rekomandimeve të mëparshme, njëri mbi lirimin me kusht në të gjitha gjykatat dhe prokurorit dhe tjetri mbi çaktimin e çështjeve me short në prokurori. Inspektimet do të zhvillohen në të gjitha gjykatat dhe prokuroritë e vendit gjatë periudhës 16 shkurt 31 dhjetor 2026, duke siguruar një mbikëqyrje gjithëpërfshirëse të drejtësisë, përmirësimin e eficiencës së sistemit dhe rritjen e besimit të qytetarëve dhe institucioneve në punën e gjykatave dhe prokurorive.